Me fillimin e vitit të ri, kontrollet ambulantore pothuajse janë dyfishuar krahasuar me vitin që lan pas, kryesisht për shkak të gripit. Ankesat më të shpeshta lidhen me infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes. Aktualisht po qarkullojnë influenza A dhe Boka virusi, një virus i ri që prek kryesisht të traktin e sipër respirator. Tek disa pacientë vërehen edhe simptoma gastrointestinale, si diare, ndërsa të tjerët mbizotrojnë kollitja, temperatura e lartë dhe dhimbje muskujsh. Mbas vitit të ri u shtuan gati 50 kontrolla i kemi pas në ditë. Se unë jam vetëm një mjeke, një ndrime kam, 50, kjo është 50 shumë. A me herët e kalume kanë qenë 15 dhe 30 veta në ditë kanë qenë pacientët. Si vjetë ka pas ma tepër, vjetë ma pak, si vjetë se influenza A shumë ka depërtu të pacientët. Vetëm them, nëse kanë ardhur në kohë, ma lehtë kanë përballu. Nuk kanë pas komplikime tjera. Komplikimet e gripit mund të jenë serioze, sidomos te fëmijët, ku tek disa sëmundje ka përparuar edhe në pneumoni, duke kërkuar trajtim më të kujdesshëm mjekësor. Komplikimet nga gripi mund të jenë të prekin të marrin te fëmijët, ma tepër mund merret meningit, ndezja e cipës së trunit, ndezja e trunit mund merret edhe mund të jetë me konvulzione ke ata pacient. Kemi pas 2 fëmijë me konvulzione për shkak të temperaturës së lartë. Si dhe mund të preke organet të pamonit. Kemi pas edhe komplikime pre virusit të fëmijët që nanat nuk erdhën në kohë të vinë këtu, edhe u detyrun të shkojnë në institute, janë 3-4 fëmijë prej ordinancës, dhe ata u paraqitin pneumonia. Për mbrojtje nga virozat sezonale, mjekët apelojnë për konsumim të shtuar të lëngjeve dhe respektim të higjienës personale, e cila luan një rol kyç në parandalimin e përhapjes së infeksioneve. Njëkohësisht ata rekomandojnë vaksinim kundër gripit, i cili sipas mjekëve mund të realizohet deri në muajin mars dhe ofron mbrojtje të lartë nga format më të rënda të sëmundjes.